Mirëmbrëma të nderuar shikues të TVM2, jeni me emisionin Zoom. Nesër pritet që zyrtarisht të nisin bisedimet mes Vlenit dhe kryeministrit Kristian Mickoski për plotësimin e vendeve të zbrazëta të zëvendës kryeministrit të parë dhe të Ministrisë së Mjedisit Jetësor, pas marrjes së detyrës nga Izet Mexhiti si kryetari i komunës së Çajirit. Por atë do të mbetet kjo thjesht mbushje vendeve bosh apo vendi po shkon drejt një rikonstruimi më të gjerë qeveritar siç po përflitet në opinion. Do të flasim gjithashtu për të ardhmen politike të Vlenit, apo ecën ky koalicion drejt unifikimit të plot dhe të cilat janë sfidat e tij në qeverisje. Në pjesën e dytë do të ndalemi te zgjedhjet e përsëritura në Gostivar dhe Vorapçisht, si edhe te raporti i fundit i Komisionit Evropian që evidenton ngecje në disa fusha kyçe. Çfarë po ndodh me qeverinë, me procesin e integrimit evropian dhe me raportet ndërretnike në vend? Për këto tema sonte në Zoom diskutoj me Latif Arifin, përfaqësuesi i koalicionit Vlen. Zoti Arifi, përshëndetje dhe mirë se erdhët në Zoom. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Sjellem me analistët Valon Bela. Zoti Bela, përshëndetje dhe mirë se erdhët në Zoom. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Si edhe analistin Faton Halili. Përshëndetje, mirë se erdhët në Zoom. Faleminderit për ftesën. Atëherë, siç e paralajmërova emisionin, pra do filloj me rikonstruimin e qeverisë, ajo që po paralajmërohet. Çfarë pritet realisht të ndryshojë, zoti Arif? Shifni, ne kalum një proces zgjedhor i cili nuk ka përfunduar akoma. Para se të filloj procesi zgjedhor, ne brenda Vlenit kishim një marrëveshje, brenda partnerëve qeveritar, ku ishte para parë që në vend të zëvendës kryeministrit të parë të emërohet Bekim Sali. Ishte marrëveshje brenda Vlenit, jo brenda koalicionit. Sigurisht kjo ishte vetëm një marrëveshje brenda Vlenit, më thënë interne, dhe se kjo marrëveshje sigurisht në takimin e nesërm që liderët e Vlenit kanë caktuar me kryeministrin, besoj se do jetë edhe kjo temë e debatit, dhe besoj se do të gjejmë një zgjidhje se si do të procedojmë më tutje. A do të jetë kjo vetëm mbushje vendeve të zbrazëta apo pritet ndoshta edhe një rikonfigurim më i madh i qeverisë, për shkak se kjo temë vetëm po përflitet në opinion? Shif, për të folur më tepër, realisht dhe ne nuk kemi shumë njohuri për shkak të asaj se duhet të zhvillohet takimi dhe unë në këtë pozicion nuk mund të spekuloj. Po megjithatë përflitet se do ketë edhe një mini rekonstruim të qeverisë. Sigurisht ata kuadrot të cilët nuk kanë treguar performancë të mjaftueshme, mendoj se do ketë disa ndërhyrje të vogla, po unë nuk mund spekuloj se cilët do jenë ato dikastere dhe ato emra. Përflitet Ministria e Arsimit? Po mund ishte edhe Ministria e Arsimit, sot kishte disa zëra që dolën në përmediume, po megjithatë janë vetëm zëra të pakonfirmuar dhe besoj mbas takimit të nesërm të liderëve të Vlenit dhe kryeministrit do të qartësohet dhe opinioni sigurisht do të informohet më në hollësi. Sido që të jetë, është shumë e rëndësishme se brenda Vlenit fillimisht, me thënë, ka një dakordsi dhe ka një klim shumë mirëbesimi brenda, për shkak se ne kalum një proces ku të gjithë eksponentët e Vlenit kanë qenë të kënaqur nga rezultati, bile në disa raste ndoshta edhe kanë tejkaluar pritshmëritë tona, prandaj nuk ka asnjë shqetësim brenda Vlenit, po besoj edhe raportet me mandatarin janë shumë korekte dhe do kemi ato kapacitete që të kalojmë këtë situatë, thënë ashtu si në ka hije dhe që duhet tash mbas këtij procesi dhe duhet të mendojmë për shumë punë që na presin përpara. A pritet të ketë edhe përfshirje të ndonjë force të re politike brenda qeverisë? Shifë gjithmonë janë të mirëseardhur edhe forca tjera, deputet të tjerë, për shkak se ne tash mbas zgjedhjeve kemi edhe një proces i cili ka ngecur. Unë besoj se edhe numrat janë ata që diktojnë që duhet të ketë, po megjithatë është mandatari ai i cili sigurisht bashkë edhe me koalicionin Vlen që do të përcaktojnë hapat e më të tjeshëm nëse do ketë
shtim të radhëve të qeverisë. Do ta bëj pyetjen direkt, a mendoni për përfshirje të zotit Sela apo të zotit Thaçi në qeveri? Po, unë nuk mund të spekuloj. Prapë, mendoj se ka gatishmëri nga deputet të zotit Sela dhe zotit Taravari që të jenë pjesë, bile ka edhe, ka kontakte me deputet të caktuar që unë besoj se shumë shpejt mund bëhen pjesë e kësaj shumice, po tash me emra konkret për shkak të situatës edhe bisedimeve për të mos u dëmtuar, nuk mund të flas. Cilave parti? Po janë kryesisht miqve tanë që ishin pjesë e AKI-s, konkretisht zotit Taravari dhe të zotit Sela, dhe ne besojmë në një epilog që këto kanë qenë pjesë e Vlenit, një pjesë e tyre dhe ato e kanë vendin aty, tash pavarësisht se ndodhi një keqkuptim dhe një gabim për pasojë të një veprimi të zotit Taravari për arsiet që ne nuk e sot e kësaj dite nuk e kemi të qartë se çfarë e shti unë zotin Taravari si më meritori për themelimin e Vlenit të dezertojnë në këtë mënyrë. Dhe më thënë, jo për mua, po për gjithë ne dhe për opinionin besoj se është e pashpjegueshme për shkak se askërkush nuk ka një pasqyrë reale se çfarë realisht e shti unë zotin Taravari të ikë nga Vleni dhe për pasojë tash kur ne i shohim rezultatet, shohim se më i humburi nga ky proces është pikërisht zoti Taravari. Nëse ju kujtohet, thonte vazhdimisht tetori afër, erdhi tetori tash edhe nëntori dhe thonte se do t'i numëroj komunat me 19 tetor dhe në fund i vetmi ishte që nuk kishte komuna për të numëruar, për shkak të ishte zero, për shkak edhe të procesit që dështoi në Gostivar dhe Vrapçisht. Sigurisht ai në vend që të jepte përgjegjësi për këtë është duke mbajtur peng edhe deputetët, edhe strukturat të cilat i largoi pa dëshirën e tyre nga Vleni. Shohim se si do rrjedhin ngjarjet. Do jap hapësirë analistëve për të dhënë komentet e tyre, por sigurisht edhe nëse keni edhe pyetje shtesë, zoti Bela, si e shihni punën e rikonstruimit të qeverisë? A mendoni që duhet të ndodhë një rikonstruim i qeverisë? Po gjithsesi mendoj se mbetet vlerësim i partnerëve të koalicionit, mirë po me qenë se është afruar viti i dytë i të qenurit në qeveri, pjesëmarrës në qeveri, me siguri edhe kanë bërë vlerësimet e duhura se cili ministër apo funksionar ka treguar rezultatet, cili jo, dhe janë ngjallur dilemat sa do të shkohet me rikonstruim. Mendoj se është vlerësimi i tyre, mirë po kjo ka ardhur në pa fillimisht nga vetë zoti Megjiti, i cili gjatë fushatës e paralajmëroi. Tha se zëvendës i imi në të ardhmen do të jetë deputeti Bekim Sali. Edhe mirë po gjatë diskutimeve ka mund me ardhur edhe ideja edhe këshilla pse mos me ju fut edhe ndryshimeve të dikastereve të tjera. S'duhet harruar se zoti Megjiti ka bërë një ndarje, me qenë se ai ishte vetë zëvendës kryeministër dhe ministri i ekologjisë, gjithsesi ambientit, tani do të kemi dy pozicione. Diçka që e pam edhe kryeministri u hutu prej pyetjeve, tha jo, s'do marrin ministri tjetër. Por që realisht do duhet të paktën të jetë ministri paresor për të bërë zëvendës kryeministër. Pikërisht. Do thotë kjo ishte ajo dilema, mirë po tash normalisht se Vleni është paraqitur si koalicion me shumë parti dhe tash gjallën edhe kërkesa nga kuadro tjera se ndoshta duhet të rimarrin apo të ndërrojnë pozicionet, ndoshta kanë kuadro tani më, siç thotë edhe zotri Latifi, me prurjet e reja, edhe me qenë se gjatë fushatës e futën në lojë edhe lëvizjen Arbëria, ndoshta edhe atyre do duhet të kompenzojnë mundin që e kanë dhënë gjatë fushatës, mirë po gjithsesi mbetet në koloaret apo në brenda vlerësimeve të vetë Vlenit. Ajo cila është pak a shumë shqetësuese është se përderisa ne po merremi me rikonstruimin e qeverisë, me këto iniciativa, punë tjera sikur pilom anash. E përmendi pak kolegu im Latifi, tha se kemi shumë punë për të bërë, ato më shqetësojnë. Më thonë, tani kemi një raport progresi apo regresi do duhet ta vlerësojmë.
të Komisionit Evropian dhe aty janë shfaqur shumë dilema, mungesa e reforma, mungesa e sundimit ligjit dhe besoj se tani më vleni duhet të del sipër një niveli tjetër. Pavarësisht që tani kanë në rikonstruim qeverisë, duhet të merren edhe me këto dilema. Pse? Sepse vleni tashmë ka fituar 10 komuna. Nuk është si një vlen që kishte 2-3 komuna në të kaluarën, tani është forcë serioze dhe kjo nënkupton që ata të kenë edhe një sjellje ndryshe ndaj kryeministrit. Se tani më nuk janë në aspekt të realizimit apo zgjidhjeve të këtyre dilemave apo problemeve të cilat i kemi. Nuk duhet harruar se procesi i integrimit është ndalë në stop numero, në zero. Tani kemi kryeministri i cili kërkon garanca vazhdimisht me Bashkimit Evropian, ndërkohë harrojmë se ai në fushat të zgjedhjeve parlamentare thoshte se unë do e rinegocioj kornizën negociuese nëse ju kujtohet. Tani më erdh vendimi përfundimtar për Bashkimin Evropian se s'do ketë mundësi të rinegociohet, take it or leave it, ose ju keni bërë kërkesë për të futur Bashkimin Evropian. Do me thonë, janë detyrat e juaja, ashtu siç thanë edhe përfaqësuesit e Bashkimit Evropian. Prandaj, unë pres prej vlenit, realisht që ta marr më seriozisht këtë pjesën tjetër të detyrave të cilat i kanë mbetë. Dhe për këtë punë edhe i takon, thash se ka marrë një grumbull të votave shumë mirë, për sa i përket asaj që tha se nuk e dimi pse zoti Taravari ka marrë atë hap, unë me shaka e tham se ndoshta ju e keni dërguar, sepse nuk u solli dobi aty në heq, domethënë AKI-s. Ata prej 137.000 votave me zotin Taravari kanë rënje. Në ndërkohë, rënja juaj justifikohet, sepse Taravari nuk është më në lojë, i keni marrë këto vota që e keni ruajt elektoratin tuaj. Mirë po, prapë se prapë, jashtë këtyre betejave partijake, unë mendoj se shtetin duhet ta marrë një përsipër në kujdesje, në realizimin e gjitha këtyre kushtimisht thonë problemeve të cilat na i ka bë me dije vetë komisioni apo raporti i progresit, në mënyrë që të kthehet shpresat e qytetarë, sepse me mbylljen e procesit integrues na i krinia neve, se në proces të integrues e kemi gjithashtu e din të Latif shumë mirë kapitalin e burimeve njerëzore, që do të duhet përgatiten për tregun evropian, kreto është ajo pjesë e anës qeverisë. Lata është shumë mirë i informuar për ata dhe më vjen mirë që e cekë edhe këtë pjesën e obligimeve tjera. Po atëherë me pak fjalë zoti Bela tha që roli i vlenit duhet jetë pak më i madh, nuk duhet jetë minor siç ka qenë deri më tani në aspekt edhe të politikave më të mëdha. Zoti Arifi? Jo, unë pajtohem plotësisht me konstatimin e zotit Bela, është më thënë një qasje shumë reale, për shkak një edhe të përgjegjësisë të cilën kemi marrë ne me këto 10 komuna që kemi fituar dhe kjo, do të thonë, vërtet na ngarkon me shumë përgjegjësi. Tash ishte tema e qasjes së të vlenit ndaj kryeministrit dhe e kundërta. Realisht ne me kryeministrin dhe me qeverinë nuk kemi patur probleme. Mendoj se ka raporte korekte brenda qeverisë, tash në kohë të fushatës, më tepër e gjithë kjo që paraqitej ishte në racionit të cilin maqineria propagandistike e AKI-s ose BDI-s, më tepër si të them, e hodhin eter që njerëzit kujtojnë se vërtet vleni është i paaftë për qeverisur, më thënë, në racioni i vazalitetit, legitimitetit, u bë aq i lodhshëm, së që qytetarët, me verdiktin të cilët e dhanë këto zgjedhje, thanë e kuptuan shumë qartë se kjo nuk ishte reale, dhe se vetë fakti se ne fituam 10 komuna, tregoj edhe një herë për shkak të raporteve të cilët ne i kemi, që prape përsëris janë korekte. Kishte raste të veçanta, po duhet ta kuptojmë për shembull në situata të fushatës zgjedhore dhe kishte momente ku nga të dy palët kishte reterime nga ato qëndrimet çfarë duhet të ishin normale dhe realisht këtu pat edhe një tendencë që të krijohej një krizë nga opozita e sotshme duke provokuar
edhe incidente etnike vetëm për të tensionuar situatën. Unë mendoj se ato nuk i arritën me këtë, për shkak se edhe vetë zgjedhjet kaluan aq shqet, aq mirë, sa që nuk u regjistrua edhe një incident i vetëm. Më thënë, këto zgjedhje ndoshta mbas shumë viteve, pavarësisht prap narracionit të cilët ata përmendën se ka pasur ndikim të shtetit, të institucioneve, keq përdorim, realisht nuk ka patur. Unë vërtet besoj edhe mendoj, po edhe qytetarët e kam parë se këto zgjedhje vërtet ishin të lira. Nga ana e Vlenit, pavarësisht narracionit, retorikës të cilën kam përdorur, unë mendoj se qytetarët kanë qenë të lirë për të votuar, për dallim prej 2 dekadave që shqiptarët, po edhe votuesit, nuk e kanë patur këtë liri si në zgjedhjet e fundit. Faton? Sa i përket rikonstruimit të qeverisë, të cilin i pari shtetit e paralemroi edhe para zgjedhjeve lokale, po edhe tash mbrapa, mendoj se është një lojë e tij për ta hedhur fajin tek disa individ të caktuar brenda kabinetit qeveritar për mos realizimin e punëve konkrete, gjithsesi projekteve konkrete në terren në këtë shtet që përgati 2 vite qeverisë VMRO-ja dhe Vleni. Besoj se është duke kamufluar këtë mungesë të rezultateve konkrete si qeveria në Shqipëri, konkretisht qeveria e Edi Ramës. Ai çdo 2 vite, 3 vite bën tek si farë lloj kapërcime të disa individëve në institucione për ta zbutur sadopak zhvillim, për ta zbutur atmos realizimin e zhvillimeve të brendshme në shtet. Edhe Mickovski absolutisht ai narracioni i parë i krijuar dhe VMRO-s kundrejt shqiptarëve dhe Bashkimit Demokratik për Integrim, se e morën shtetin, disi u harxhua këto muajt e fundit. Dhe tani po proklamoni det reja për kinse rekonstruim të qeverisë. Qasja e Vlenit nuk po më pëlqen sa i përket pretendimit për marrjen të këtyre pozicioneve. Mendoj se po vazhdojnë ende me avazën e vjetër të BDI-s kur i synonte pozicionet kyçe në këtë shtet pa plane konkrete. Pse po them këtë? Po aludohet në opinion se do ta marrë Ministrinë e Arsimit. A e din se çka do të bëjnë me Ministrinë e Arsimit nëse e marrin? Kur them çka do të bëjnë, ne e dim se sot e kësaj dite kemi probleme me kurrikula arsimore në aspektin ton, me literatura që mësojnë nxënësit ton, studentët ton. Nëse marrët atë ministri, besoj se duhet të jenë të parapërgatitur, jo të futen në atë drejtim të caktuar të institucionit, e pastaj të mendoj kur të shohësh në fund të ditës koha kalon dhe nuk kemi rezultate konkrete. Unë do të kisha dashur që para se të marrin disa pozicione kyçe, qoftë si kryeministri i parë, qoftë ministri i Arsimit, apo edhe pozicione tjera, të kenë plane konkrete çka do t'i ofrojnë qytetarëve. Jo vetëm të jenë figura, kukulla në qeveri për ta zbutur sadokudo imazhin se shqiptarët janë të përfaqësuar në institucione. Ne kemi pasur përfaqësim në institucione gjatë 20 viteve të Bashkimit Demokratik për Integrim. Për rezultatet kanë krejt 0. Në aspekt të zhvillimit për ta ngritur standardin jetësor të shqiptarëve, qoftë ekonomik, qoftë shëndetësor, qoftë arsimor. Mendoj se ka ardhur koha për një politikë të re, dhe përderisa Vleni është thirrë në këto 2 vite se do ta sjellë ndryshimin. Shqiptarët ja dhanë besimin. E dërguan Bashkimin Demokratik në opozitë, e larguan prej qeverisë, po ashtu e vërtetuan edhe me këto zgjedhje lokale që i fituan shumicën e komunave. Dhe besoj se këto duhet të arrijnë një konsenzus sa më parë me palën tjetër për temat kyçe shtetërore në këtë shtet. E për temat kyçe shumë mirë, pak a shumë e përmendni edhe Valoni, po fillojmë pajtohem goxha me Valonin këto kohët e fundit, se një ndër hapat konkret sa më parë të parashtrohet si pyetje në formë kushtëzimi tek pala tjetër, është ajo e ndryshimeve kushtetuese. Duke pas parasysh se ajo është çelësi, bazamenti për ardhmërinë tonë në këtë shtet, edhe si shqiptar pikë pari, po edhe si qytetar. Nëse flasim për ndryshim, mendoj se sa më parë këto duhet të ulen dhe ta përpilojnë atë ligjin e famshëm që premtuan për përfaqësimin e shqiptarëve në institucione. Besoj se u bën gati një vit nuk ka pasur prononcime publike se ku kanë mbrit në atë drejtim. E treta do të jetë se zyrtarizimi plot i gjuhës shqipe. Gjykata kushtetuese po bën një lojë si në të kaluarën, duke mbajt
dokumente në fjok, në sirtar, dhe kur i konvenon për leshje etnike, për të defokusuar opinionin nga problematika tona ditore, krijojnë skemat pa dëshirueshme për gjithë secilin prej neve. Në qoftë se këto punë koalicioni vlen, miret seriozisht dhe punon në këtë drejtim, besoj se shqiptarët do e vlerësojnë dhe do e shohin ndryshimin në thelb, në esencë. Jo vetëm të miren me pazare, se prej në brenda KI-s na tani do i marrin disa figura. Ne apo flasim për kualitet apo për kuantitet. Për kuantitet mos kesim fare opozitë. Gjithë tim në qeveri, me PDSH, me Aleancë, me AKI, me BDI, edhe vazhdojmë si pakicë kombëtare. Neve na duhet një opozitë konsoliduar, një opozitë fort kritikuese, e reformuar mbi gjitha, që i ka munguar Bashkimi Demokratik për Integrim, po ashtu dhe një vlen që për temat mëdha duhet të bëhen bashkë. Që gishtin ta drejtojnë tek pala tjetër. Ta lejojmë zotin Arifi të përgjigjet rreth këtyre temave që i hapi. Unë pajtohem plotësisht me gjithë, më thënë këtë çfarë e the, po vetëm se për momentin e gjitha është në kuadër të spekulimeve, për shkak se nuk ka, më thënë, asgjë zyrtare se cilet dikastere do këmbehen, do zëvendësohen, më thënë, prandaj për të folur a do jetë Ministria e Arsimit ose jo, vetëm mund të spekuloj. Po unë do kisha muruar, nëse kjo do ndodhte, vërtet duhet kuadër shumë i mirë, njerëz kompetent që do kujdesen për arsimin, sidomos për depolitizimin e shkollave, depolitizimin e universiteteve, për urjen e kuadrove sa më të mira, krijimin e kushteve, dhe kjo duhet të ishte sigurisht, më thonë, ABC-ja e çdo personi i cili do zgjidhej për të drejtuar një ministri, çfarë është edhe më të rëndësishmet brenda qeverisë. Tash kjo sa i përket kësaj, tash nuk mund të flas diçka më tepër përderisa nuk ka konkrete, është thjesht vetëm mund të spekuloj. Zoti Arifi, për sa i përket përfaqësimit të shqiptarëve në për institucione dhe përdorimit të gjuhës shqipe të cilat i përmendje dhe zoti Alili, janë dy çështje për të cilat vitin e fundit, nëse pajtohemi, është diskutuar më së shumti në opinion. Si mund të garantoni se do të mbroni interesin e shqiptarëve tani pas zgjedhjeve lokale? Si do të mund të garantoni shqiptarët që do të jeni më me zë? Është shqetësim shumë i drejtë. Ne gjithë edhe Valoni dhe gjithë kur kemi biseduar, problemi i balansusit ishte një problem çfarë për vite, më thënë, u bë një mekanizëm i vjetruar, ku edhe keq përdori në rastet e shumta. Tani, me ligjin që është miratuar në qeveri dhe është dërguar në Komisionin e Venecias për përfaqësim të drejtë, është një ligj që avancon dukshëm dhe krijon një barabarësi për punësimet edhe të shqiptarëve dhe të etnive tjera. A duhet ta shohim për shkak se sigurisht se duhet ta shohim. Ligji ishte dhe u prezantua në publik para se dërgohej te Komisioni i Venecias. Tash sugjerimet e tyre unë mendoj se brenda muajve, nuk besoj të zgjatë edhe aq, ligji do kthehet, do hinë në procedurë parlamentare, sigurisht me thënë do t'i shohim edhe sugjerimet e tyre, dhe nëse ka mundësi për përmirësim, besoj nëpërmjet amendamenteve, nëse do ketë edhe gatishmëri, mendoj se ky do ishte një ligj që do ta zgjidhte një herë për gjithmonë një nevojë të gjithë komuniteteve, për shkak se ky ligj është buron nga marrëveshja e Ohrit. Ne e dim, do të thënë se marrëveshja e Ohrit kishte një afat realizimi, gjë që realisht edhe pse u bën shumë vjet nga nënshkrimi i asaj marrëveshje, ne edhe në vitin 2025 vazhdojmë të flasim për mos realizim të asaj marrëveshje. Shqiptarët vazhdojnë të jenë, ose temë e përmendëm punën e gjuhës, është një temë që i tangon gjithë shqiptarët termi shumë fijes, 20% për shembull, edhe pse kushtetuta realisht e garanton përdorimin e barabartë të gjuhës shqipe. A është e mjaftueshme marrëveshja e Ohrit sipas jush për
realizimin e të drejtave të shqiptarëve në Maqedoninë të Veriut? Tash marrëveshja e Ohrit ishte një akt e cila edhe ndërpreu luftën dhe që Maqedonisë i dha një mundësi të re për një barabarësi të gjithë popujve që përbëjnë këtë shtet. Tash nuk them se ajo mund të ishte mjaftueshme, varësisht edhe prej kohës, mendoj se edhe ajo ka mundësi që edhe të revidohet. Qytetarët e Maqedonisë duhet të kuptojnë si shqiptarët, si maqedonët, për shkak se ky vend është vend i përbashkët i gjithëve dhe temat kësaj natyres ke drejt të flasësh këtu, ose ashtu duhet të jenë tema të së kaluarës. Unë mendoj se gjuha shqipe nuk duhet të irritojë asnjë komp këtu në Maqedoni, as më pak bashkëqytetarët tanë, për shkak se ne deshtëm ose nuk deshtëm jemi detyruar të jetojmë bashkë. Të qeverisë po irritohen nga gjuha shqipe. Po shifë, është rast i veçantë. Po toni kërkoj fjalë, po duhet ndëri, po duket sikur kjo edhe në forma dëshirore. Jo, s'është forma dëshirore tash. Jo, unë e kuptoj atë dashamirësinë tënde. Mirë, po faktet po tregojnë që te VMRO ka një, përveç arrogancës kryeministrit, ju shumë let i kalut ato gjatë zgjedhjeve, që ishin jashtëzakonisht ofendime. Nëse ju keni raporte korrekte me kryeministin, do duhen mbledhjet përbashkët të zgjedhni ato. Jo dalë ai ta edukon Vlenin se do e shifni ju sa do mund të fitoni në komunat që ju pretendoni. Edhe tjetra, Ministri i Arsimit nuk është herë e parë. Ministri i Arsimit doli në fillim mandatit saj, tha UÇK-ja nuk vlen fare për këtë shtet. Nuk ekziston për këtë shtet. Një ministre e cila merr rrogën, pagën e saj, edhe nga tatimet tona, del flet në emër të shtetit, madje duke na ofenduar gjithë. Unë mendoj se ishte qëndrim personal i ministres, edhe rasti i para 2 ditëve në Tetov, ku ministria për shkak kohës ose ngutej ose nuk e di çfarë, u duk sikur i pengonte gjuha shqipe. Neve na vjen shumë keq për shkak se ministria ka ardhur në Tetov. Ajo e din se në Tetov përbërja e popullsisë është multietnike dhe ajo duhet të mësohet edhe të dëgjojë edhe gjuhën shqipe. Unë mendoj sekretari i komunës veproi shumë rregull, për shkak se ai ishte edhe nëpërsi, për shkak se jo vetëm shqip, ai flet edhe maqedonisht, edhe gjuhë tjetër. Sot të dish sa më tepër gjuhë është shumë edhe më mirë, është edhe një përparësi. Tash neve na vjen shumë keq për shkak se ministria ndoshta nuk e din gjuhën shqipe, ka mundësi ta mësonte që sidomos në rastet kur do vjen për vendbanimet ku janë edhe shqiptar, sepse është ministre që përfaqëson edhe shqiptarët, dhe nuk duhet të irritojë. Kishte qëndrim personal, se pas asaj kishim reagim nga Vleni. Madje shumë reagim dinjitos. Jo rastësisht tash unë Vleni duhet tash me kuptu që nuk është më Vlen i para zgjedhjeve lokale. Është një forcë reale. Këtë e them edhe unë. Pas reagimit dinjitos të Vlenit, kishim reagim nga VMRO-ja, kundër reagim në këtë rast. I cili tha, reagimi i ministrës ka qenë bazë ligjore, që do të thotë se gjuha shqipe në praktikë ka qenë gjithmonë që ministrët shqiptarët flasin edhe shqip. Nuk është rasti i parë ku edhe kryeministri Mickovski ka marrë pjesë kur ministrët shqiptarë deklarohen edhe shqip, për shkak se kjo është një drejtë edhe garantuar, edhe unë nuk mendoj se ka irrituar kryeministrin kur një funksionar ka folur edhe shqip. Tash përparësia jonë është se ne flasim edhe maqedonisht, flasim edhe gjuhë tjera, urojtje edhe ato të mësojnë të flasin edhe shqip edhe gjuhë tjera. Ne që nuk jemi pjesë e politikës aktuale në veprimtari, po e përcjellim politikën në vazhdimsi, po e shohim muajve të fundit ose periudhën e fundit një tendencë të palës tjetër, gjithsesi mekanizmit shtetëror, thellë, që po mundohen të krijojnë tek taborë shqiptar, ose më thënë më ndryshe që t'i binë që të janë qytetar kosmopolitan. Nuk e di ju sa keni vërejt këtë dukuri, po në taborin tjetër, ashtu për proklamohet. Në qovë se gjithë të tema që i përmendëm, edhe unë, edhe Valoni, po dhe ju pajtuat, nuk i realizoni me afat të caktuar kohor, me minutë sakt, edhe ndryshimet kushtetuese, edhe zyrtarizimin e plot gjuhës shqipe, edhe gjitha problematika tjera që na tangojnë neve si shqiptar, do të vijë momentumi, besomni, kur kauza kombëtare, çështja kombëtare nuk do të ketë më vlerë. Sepse për punësime dhe avancime partijake, edhe VMRO-ja do i punsoj shqiptarët. Siç i ka punsuar LSDM-ja një farkohë, bani mend shumë mirë, vetëm ta përfundoj.
temat të mëdha kauzën kombëtare duhet ta mbroni me dinjitet, përderisa një palë tjetër e keq përdorë atë me vite, duke u thirrë në atë kauzë shumë të shenjtë për ne shqiptarët. Ju e keni rastin tani ta dëshmoni të kundërtën. Edhe njerë po them, qofse nuk implementoni me kohë të saktuar, me garancion nga pala tjetër, me presion të jashtëm ndërkombëtar, besoni se gjeneratët e reja do të kthehen në qytetar të këtij shteti, kur shqiptarët do të jenë pakicë kombëtare e rende dytë dhe mbi gjitha qytetarë të dëgjueshëm të këtij shteti për të na kthyer në vitet e mëparshme të ish Jugosllavisë. Këtë nuk besoj se askush nuk e dëshiron. Jo, pajtohem, faton disa çështje për ne janë shenjta, sidomos kur aspekti gjuhës sigurisht se është njëra nga çështjet më të ndjeshme, çfarë ne nuk mund të tejkalojmë veten dhe nuk mund ta lejojmë që në aspekt të përdorimit të gjuhës të jemi diskriminuar. Tash sigurisht tash në këtë mandat ne duhet të angazhohemi që edhe termi fyes për përdorimin e gjuhës duhet rregullohet. Edhe ligji për përdorimin e gjuhëve, megjithëse nuk është për përdorimin e gjuhës shqipe, po është ligj për përdorimin e gjuhëve të cilën e flasin, tash mos e vazhdoj, unë mendoj se edhe ky ligj nuk është i mjaftueshëm, për shkak se edhe me këtë ligj gjuha shqipe vazhdon të jetë në disa institucione si gjuhë e përkthyer. Ne do të jemi, të plotësuar atëherë kur do ta konsiderojmë gjuhën shqipe të barabartë si gjithë gjuhët tjera, si është maqedonishtja. Për këtë kemi shembuj plot, ashtu si është gjuha zyrtare serbe në Kosovë, sigurisht se duhet të jetë zyrtare në nivel të shtetit edhe në gjithë shtetin. Dhe unë nuk mendoj se kjo duhet të ishte pengesë edhe për Megjithatë, zoti Arifi, që duket pak se utopike për shkak se ne dim që tani ka disa institucione të cilat nuk e respektojnë as këtë ligj ekzistues. Shifë, ka pas, vazhdimisht ka pas edhe do vazhdojë të ketë, po megjithatë është detyra jonë që ne, aty ku jemi të përfaqësuar spaku ta mbrojmë këtë gjuhë me dinjitet. Ne nuk kërkojmë të kemi supremaci, po thjesht kërkojmë që të jemi të barabartë. Tash, ka probleme, besoni se ka probleme, janë probleme të trashëguara, po nuk ka ndodhur në asnjë institucion që përpara ka qenë gjuha shqipe dhe sot është e mangët. Nuk është. Me thënë, nëse ka patur defekte të zbatimit të gjuhës në të kaluarën, ka raste ku edhe është avancuar. Tash nuk duhet i përmendi disa raste çfarë janë. Për shembull, vetëm do të marr në pikat kufitare, në Qafthanës, Tabanovc, në Bllat, vetëm javëve të fundit, muajve të fundit janë ndruar tabelat, të cilat nuk ishin ndruar për 20 vite. Është për shembull një fakt dhe kjo nuk ka ndodhur se nuk ka patur gatishmëri, po udhëhecit ose të zgjedhurit që përfaqësojnë shqiptarët nuk janë marrë me këto punë, janë marrë me punë tjera. Po dhe gjatë mandatit tuaj, zoti Arifi, kemi parë raste ku janë vendosur tabela vetëm në media. Po shumë e vërtetë është, në fillim këto raste ndodhin në fillim mandatit, ku në mënyrë klandestine shkonin brenda natës, me porosi, i hiqnin tabelat, bënin fotografi dhe ne nesër detiroheshim të shkojmë të njëjtat të zavendësojmë. Thjesht me porosi të kujt? Me porosi të AKI-s, të BDI-s. Ministrinë e Bujqësisë, kush e ka? Ministrinë e Bujqësisë është Vëmëroja. Po, pse u largu gjuha shqipe prej aty? Jo, nuk është larguar gjuha shqipe, nuk është larguar. Madje edhe sistema komplet në hyrje Zëvendës Ministri i Bujqësisë është i Vlenit. E kam tjetër kon, zoti Arifi. Jo, unë nuk e di, nuk jam i Se e thatë një segment që ne ky e potencoj s'duhet na përsëritet. Thatë, ne ku jemi përfaqësues të Vlenit duhet të angazhohemi që të respektohet gjuha. Jo bre, ajo është përsëritje e asaj që e kemi pa. Ju duhet që kur tuleni me partnerët e koalicionit gjithsesi vëmërov, mi thonë, shife, siç është për ju, se ata po luftojnë tani për gjuhën maqedonase apo,
masi po ju djeg juve gjua ju, si mendoni kur ju na Sigurisht. Prandaj Po nëse kjo vërtet ka ndodhur, te Ministria e Bujqësisë, ti je shumë i sigurt, unë nuk e di, nuk mund të flas për shkak se nuk e kam parë, po di afërsinë që kam me zëvendës Ministrin e Bujqësisë dhe puna e parë. Mbas emisionit do ta diskutojmë dhe unë jam shumë i sigurt do të bëjmë çmos ta kthejmë në gjendjen çfarë ka qenë dhe nuk guxojmë televizin për shkak se nuk është e ndershme. Nuk është e ndershme. Ministria e Bujqësisë, si është, ka dhe disa emra tjerë. E Pulltarisë. Po, tani janë shtu, më duket me vëmëron. Tani është veç gjumë Maqedone. Ta garantoj. Unë thash këtë si element nuk e di. E di vetëm përderisa ishte një miku im përpara se të vijë tash zëvendës ministri i ardhshëm, edhe atëherë nuk është ndryshuar, ka pas tentativa, kam dëgjuar këtë, po megjithatë nuk është ndryshuar. Edhe diçka tjetër, zotëri Arifi, se u përmend këtu kalim, thej pak, unë jo rastisht tash për detyrat që na kanë ngel, se procesi i integrimit detyrimisht na obligon neve që ta ndryshojmë kushtetutën. Aty prita se do të hapim një debat ku do të përmendet edhe gjua shqipe e cila në mënyrë denigruese përdoret si gjua të cilën e flasim pikërisht gjuhë e numrave, mirë po jo vetëm ajo pjesë. Domethënë duhet të ekziston transparencë, diçka që i ka mungu, edhe pse unë shpeshher kam bërë statuse edhe për zotrin Arben Fetaj, me qenë se o zëvendës kryeministër për qeverisje të mirë. Qeverisja të mirë nënkupton një sër veprimesh, një prej atyre është edhe transparenca. Për shembull, e përmendat ligjin për përfaqësim adekuat, të drejtë dhe adekuat. Na keni premtu debat publik. Ligji është dërguar në Komisionin e Venedikut pa debat publik. Madje për më keq, një prej antarëve të komisionit aty që e ka përpilu atë ligj, është tërheq dhe tani mbron qëndrimin se ai ligj nuk është i mirë për shqiptarët, respektivisht profesori Maksuti. Mersi Maksuti. E dyta, ju keni thonë gjatë zgjedhjeve, gjatë fushatës, më konkretisht se keni punësuar 2300. Dhe 700 avancime. Si qytetar, duhet ta shohim ne se ku janë punësu këta 2300 në mënyrë që të besohet. Për që ata thash, është pjesë e transparencës. Duhet jeni më të hapur. Sikur momentin kër u futët në qeverie, e formut qeverinë, ekzekutivin, edhe shumë pak kontakt me publikun. Edhe këtu, normal që i jepet drejt AKI-s, e cila ju sulmonte edhe kishte hapësirën mediatike, se ju ishit të tërhequr. Mirë po duhet na informoni se çka po ndodh aty. Unë respektoj ata që thatë se janë bo shumë ndryshime tabelave, po është bën heshtje. Kjo është e kuptueshme se pala tjetër mezi po pret se shqiptarët pa avancojnë diçka. Ishte edhe para fushatës zgjedhore dhe sigurisht për shkak se disa punë duhet t'i bëjmë dhe nuk kemi nevojë ne të bëjmë pompozitet për një tabelë. Shumë e ulët është për shkak se kemi vendosur një të drejtë çfarë realisht u ka takuar atyre qytetarëve, sidomos me pjesën me Shqipërinë ku edhe kompasit tanë të Shqipërisë udhtojnë dhe për t'u informuar më drejt, më thënë është një defekt, çfarë e kemi trashëguar dhe nuk ishte aq e nevojshme që të edhe diçka tjetër, s'duhet harruar se kjo qeveri, fatkeqësisht edhe ju duke qenë pjesë përbërëse e saj, ka prishur raportet me fqinjet. Më konkretisht me Bullgarinë, pse jo edhe me Greqinë. Hiq më larg se para 5 dite, këshilltarët e VMRO-s i morën certifikatat e tyre për mandatin si këshilltar në qytetin e Shkupit. Dhe betimin e kanë bë duke evitu emrin kushtetues, emrin e ri, gjithsesi Republika Maqedonia e Veriut. Ajo çka është shumë e rrezikshme është se ne jemi të bllokuar nga Bullgaria. Nuk duhet tani ne ti prekim plagët me Greqinë të cilët veç më i kemi mbyllur. Edhe unë kisha kërku që jo si vlen, jo rastisht thash, jeni në tjetër nivel tani. Do duhet ta ushtroni këtë drejt, këtë pozicion që e keni fitu, edhe t'i bëni trysni që shta fatoni, VMRO-s, edhe mi thonë, ka dalë se ne edhe si shqiptar, jemi pjesëmarrës në këto sukseset të këtij shteti. Ju lutem mos na prishni tash me na kthy mbas, mi morna 2 veton në integrim të Bashkimit Evropian. Prandaj është shumë e rëndësi. Tjetra, të ushtroni, hajde që s'pe përdori presion, se e di që i ikni ati termi se e keni një kryeministër pak sa
kapricioz. Mirë po duhet ta ushtroni do e mos këtë pozicion që e keni ndaj tij në mënyrë që përmirësohen raportet edhe me Bullgarinë. Ne e pam që dje u nënshkru një marrëveshje me shtetin bullgar për rrugën që deri dje përfaqësues të VMRO-s akuzonin se ajo rrugë nuk çon askund. Mirë po ja doli se po çoj ka dikon, po ka qenë pyetje marrëveshjet me kompanitë të cilat do ta realizojnë. Prandaj un po them, janë një sër detyrimesh, obligimesh që na kanë met, për të cilat unë e shoh vlenin si tash më të fuqishme për t'i bën. Edhe këtë që ta fatoni është shumë e saktë, se jeni para vlerësimit qytetarëve, ku do duhet me afate konkrete. Vetëm pika kryesore për ta venduar se shumë saktë elaborove për mendimin tim, unë do të kisha thënë më konkretisht, ju si koalicion vlen, nëse nuk merrni afat të saktë kohor nga kryeministri për ndryshimet kushtetuese, a jeni në gatishmëri për ta lëshuar përbërjen qeveritare. Duke pas parasysh se Bashkimi Demokratik për Integrim 10 vjet e ka mbajtur Nikola Gruevski në pushtet, vazhdimisht duke i harru këto çështje. Duke kriju një lojë tek opinioni politik në përgjithësi. Shumë e arsyeshme është, tash shif zotimet ndërkombëtare, zotimet çfarë kemi marrur nga plani franko-gjerman, sidomos për ndryshimet kushtetuese, pavarësisht se tash kemi kaluar 1 vjet e gjysmë nga formimi i kësaj qeverie, edhe ishte procesi i zgjedhjeve, unë mendoj se mbas ndryshimeve që duhet të ndodhin në qeveri, konkretisht mbas vitit të ri, besoj në muajt e parë detyrimisht ne do duhet si qeveri ta inkurajojmë edhe kryeministrin, po edhe gjithë përfaqësuesit tanë duhet të merren me seriozitetin më të madh kjo çështje të zgjidhet, për shkak se ki nuk është problem i vogël. Ne duhet ta shohim rajonin, duhet ta shohim Shqipërinë, ka hapur bisedimet me Bashkimin Evropian, Malizi po ashtu, tash çështja e Serbisë është diçka tjetër. Ne nuk guxojmë të ngelemi mbrapa. Unë mendoj se pas takimeve të fundit që kryeministri ka patur në Bashkimin Bruksel dhe në Londër, besoj se është zotuar se kjo çështje do zgjidhet, pavarësisht pengesave të cilat kanë qenë në të kaluarën. Unë mendoj se një çfarë garancie është duke u kërkuar që mos ketë pastaj edhe kërkesa tjera, ashtu si ndodhi me pas nënshkrimit të marrëveshjes. Po kjo vështirë që do të pajtohet, do të ketë pajtueshmëri nga Bashkimi prioritet, ama kjo se ne nuk kemi një alternativë tjetër. Rruga jonë patjetër drejt Bashkimit Evropian duhet të debllokohet. Ne kemi marrë porosi shumë qartë. Jo prej tani, prej para zgjedhjeve, se kjo është çështja më prioritare. Pastaj edhe këto marrëveshjet ndërkombëtare nuk mund as kryeministri, as kërkush të janë shkaloj. Ky është një zotim dhe me të drejtë është një çështje shumë e ndjeshme për këto bashkëqytetarët tanë Maqedonas, e njëjtë si është çështja e gjuhës për ne shqiptarët. Edhe unë mendoj, tash ishte pyetja do dilni nga qeveria. Nuk mund të ta jap këtë do dalim ose nuk do dalim nga qeveria, po megjithatë besoni se vleni, po ashtu edhe kryeministri, u a thëmë me përgjegjësinë më të madhe me aq sa kam njohuri, është ndër prioritetet që do marr guximin, do them, deri në qershor kjo punë besoj se do krihet. Tash uroj të krihet. Unë kam problem vetëm me vendosi se si personalisht kjo punë do ishte zgjidhur, po megjithatë është çështje shumë komplekse. Për shkak unë kam problem me mënyrën se si me arrit ne deri te pika ku Bullgaria s'do shfrytëzon më veto të tjera. Sepse me arrogancë të kryeministrit, me fjalor përçmues ndaj shtetit bullgar. Megjithatë, shteti bullgar ka qenë i pari që e ka njohur pavarësinë e mashtrimit. Prandaj, duhet nisemi nga disa pozicione që i kemi pas pozitive. U arrit propozimi francez, u arrit marrëveshja për fëmijësi të mirë me Bullgarinë. Kemi plot pozicione pozitive. Pardje u nënshkru marrëveshja për rregullimin e rrugës. Do me thonë, metodat diplomatike
do të shfrytëzu maksimalisht në mënyrë që me ardhë të kjo pikë. Sjellja e këtij kryeministri në këtë formë mu më le me dyshu që ky nuk don me zgjidh. Tjetra, si informacion për qytetarët, do me thonë, pse është kyçe edhe është shumë e rëndësishme që ne të integrohemi. Përveç që ne do të kishim me pas një bum të eksportit tonë, ne gjithashtu përmes planit të zhvillimit që e ka Bashkimi Evropian, do të mundshim shumë fonde me thith, sigurisht, edhe si shtet, edhe si grupacione, edhe si gjithë. Do me automatizën mirëqenien e qytetarëve. Neve për çdo ditë na boshatisën vendbanimet tona dhe rezultati i kësaj, për shembull, në disa komuna nuk arrihet censusi, nuk arrihet për shkak se njerëzit janë larguar. Përse janë larguar? Janë larguar për shkak të mungesës kushteve elementare, mirëqenies, kushteve më të mira jashtë dhe njerëzit më thënë arsyeshëm gjejnë ku një jetë më të mirë ta bëjmë për shkak se ne jemi bë vetë pengesë për këto vite që kemi bllokuar edhe procesin integrues. Vend që ta kemi Evropën këtu, ne shkojmë jashtë e kërkojmë dhe kjo është momenti i fundit, pavarësisht tash është e vleni, është momenti kur kursi i këtij shteti duhet ndryshojë dhe mirëqenia për gjithë qytetarët të duhet vërtet vijë në nivel se ne nuk jemi shumë njerëz. Ne kemi ngelur aq pak dhe për këto pak njerëz mosharisht krijojsh kushte elementare është një dëm çfarë ne ja kemi bërë vetës për gjithë këto vite. Tash nuk e fajsojmë vetëm BDI-n, po gjithë kemi kontribuar për këtë situatë çfarë ne edhe jemi. Është momenti i fundit, duhet të mbarsohemi dhe të vazhdojmë të mendojmë edhe për fqinjësi të mirë, edhe për zhvillim, edhe për kushte më të mirë, edhe të ndalim njerëzit këtu mos na ikin jashtë. Mirë, zoti Arifi, me që i përmendet edhe zgjedhjet në Gostivar dhe Vrapçishtë, atje ku do kemi zgjedhjet përsëritura, do të kisha dashur të kaloj te ky blok. U përfol që vlen bojkotoi zgjedhjet në rrethën e parë më 19 tetor në Gostivar dhe Vrapçishtë. A ishte kjo një strategji e vlenit dhe si do të veproni tani në zgjedhjet e përsëritura? Shifune nuk mendoj se vlen, jo nuk mendoj, po nuk është e vërtet se vlen ka bojkotuar zgjedhjet në Vrapçishtë dhe në Gostivar. Zgjedhjet nuk kanë dështuar vetëm Vrapçishtë dhe Gostivar, kanë dështuar edhe në qendrën Zhupa edhe në Mavrov Rostush. Po atje ka dështuar edhe gjatë cikleve të kaluara, Gostivar dhe Vrapçishtë ndodh për herë të parë. Nëse themi cilat ishin arsyet se pse dështuan zgjedhjet në këto komuna, do me thënë edhe opinioni i din, po edhe unë mund t'i them disa nga arsyet. Për shembull te qendra Zhupa dhe në Mavrov Rostush, ne e dim se një numër shumë i madh i qytetarëve kanë ikur jashtë edhe ky fenomen na paraqitet thuajse në çdo cikël zgjedhor. Tash duhet mendohet në të ardhmen të ndryshohet edhe ligji për qeverisje lokale, po edhe te kodi zgjedhor që duhet parashihen këto situata që mos ta përsëriten. Tash kur jemi te Gostivari, aty përveç këtyre faktorëve, që një është prej atyre edhe migrimi, po janë edhe faktorë tjerë. Ne e dim se Komuna e Gostivarit në këto 8 vjetët e fundit është menaxhuar nga Aleanca për Shqiptarët. Dhe çfarë realisht ka ndodhur në Gostivar, tash mundohen t'ja hudhin fajin vlenit, çfarë vërtet e mohoj se nuk është e vërtet se vleni nuk ka bojkotuar. Unë do kishëm thënë, koalicioni i panatyrshëm në Gostivar dhe Vrapçishtë është njëri prej arsyeve. Duke njoftur votuesin e Aleancës për Shqiptarët në Gostivar dhe votuesin e BDI-s që nuk është kompatibil me njëri tjetrin dhe ato nuk i kanë besuar njëri tjetrit, ishte po ashtu koalicioni i panatyrshëm ku 2 nga 3 liderët nuk flisnin njëri me tjetrin dhe ato duke goditur njëri tjetrin, ata janë bojkotuesit e zgjedhjeve. Kjo ishte e dyta. Edhe e treta, këtu ka edhe diçka tjetër. Komuna e Gostivarit është komuna me borxhin më të madh dhe në këto vjetët e fundit janë harxhuar parat e qytetarëve të Gostivarit, të buxhetit të komunës së Gostivarit dhe rezultatet kanë qenë shumë të dobta. Thuhet, megjithse nuk është transparente as pak komuna e Gostivarit, pavarësisht se ato thonë se komuna më transparente, as kërkund nuk e kanë publikuar borxhin, i cili llogaritet se është mbi 20 milion euro. Dhe fatkeqësia është në një moment shumë vendimtar, kryetari i komunës së Gostivarit dezerton nga vullneti i qytetarëve të cilët i kishin dhënë të menaxhojnë me komunën e Gostivarit dhe ai kalon në qeveri dhe
për të mbuluar gjithë këtë, çfarë ne nuk e dim, a ka korrupsion, a çfarë ka ndodhur për shkak se paratë e buxhetit janë harxuar, qytetarët e Gostivarit i kanë rrugët me gropa, qend e ndacak. Gjithandej kaosin trafik dhe shumë pak të mira nga pushteti kam parë dhe dezertimi i zotit Taravari dhe futja e menaxhimit të komunës nga ushtruesit e Tiranës, që kam shumë respekt për ta, është një kuadër ndër më të mirët që e ka Gostivari, tash është pasojë e këtij keq menaxhimit që qytetarët në një farë forme nuk dolën ta votojnë dhe dështuan zgjedhjet. A do të caktoj ushtrues detyre edhe në Gostivar apo vetëm në 3 komuna tjera? Jo, sigurisht se qeveria do të caktojë edhe në Gostivar për shkak se ne duhet ta dimë se ushtruesi i detyrës i kryetarit komunës Gostivarit është zgjedhur nga radhët e këshilltarëve komunal, të cilëve u ka skaduar mandati dhe komuna e Gostivarit ka këshilltar të ri zgjedhur dhe tash detyrimisht qeveria është e obligueshme që të caktoj një të besuar të qeverisë. Ai mund të ishte edhe Valbon Limani, mund të ishte edhe ai, mund të ishte edhe një kandidat tjetër që unë nuk e di se cili, po unë mendoj se nesër në takimin e liderëve edhe të kryeministrit do të jetë një nga temat që do të diskutohet. Por shkak se zoti Limani thotë kjo është kundërkushtetuese. Zoti Limani është mjek. Citoj shkurtimisht, thotë në bazë të ligjit për veçeverisje lokale, aty neni 54 dhe pastaj neni 4, i cili thotë se unë duhet ta ushtroj detyrën e kryetarit komunës deri në zgjedhjen e kryetarit të ri në zgjedhje të rregullta. Me gjithë respektin për zotin Limani, është një mjek shumë i mirë dhe është një jurist shumë i keq që edhe këtë interpreton si mbas qefit. Ai është zgjedhur nga radhët e këshilltarëve të cilëve u ka skaduar mandati dhe detyrimisht komuna e Gostivarit sot është pa kryetar komune dhe çdo nënshkrim, firmë e hedhur nga zoti Limani është kundër ligjore dhe mund të mbajë edhe pasoja juridike. Prandaj është urgjencë e qeverisë që të caktoj një kandidat, një kryetar komune, përkohshëm në afat për 60 ditëve duhet të mbahen zgjedhjet dhe të zgjidhet një kryetar i ri i komunës së Gostivarit, ku në përsëritjen e zgjedhjeve nuk kërkohet një census. Mendoj se në tentativën e ditë do zgjidhet, për shkak se me ndryshimet që u bën në kodin zgjedhor pas në ligjin për vetë administrimin lokal pas rasteve që ndodhen në qendër Zhupa, ku u intervenua për shkak të boshllëkut ligjor që u hoq censusin në rrethin e në përsëritjen e zgjedhjeve, që i bie se me zgjedhjet e ardhshme që duhet të mbahen nga dita e shpalljes zgjedhjeve në afat për 60 ditëve, duhet zgjidhet kryetari i ri i komunës së Gostivarit. Zoti Bela, zoti Alili, keni diçka në lidhje me Unë do të kisha thënë shkurtimisht sa i përket bojkotit të qytetarëve në Gostivar dhe në Prapqesht, besoj se ishte më shumë anomali edhe mangësi e koalicionit Vlen. Duke pas parasysh se me daljen e zotit Taravarit, thënë konkretisht Aleancës për shqiptarët nga qeveria, u kriju një ndek atje ku mbetën pa strukturë denjë politike. Struktura atje përfaqësohej nga po ajo parti, dhe disi koalicioni Vlen, thënë më konkretisht parti tjera, nuk synonin të krijonin struktura tjera paralele. Dhe disi i ka gjetur të papërgatitur për ta krijuar një strukturë të tyre ose për ta gjetur një kandidat adekuat. Se votat e AKI-s ishin të kapitalizuara. Ata shënun një rritje, mos them një vot dinjitoze, mbi afër 17.000 vota në Gostivar. Ndërsa dalja e koalicionit Vlen, mbështetësve të tyre, ishte shumë e vogël. Ashtu unë e kam parë, edhe në Prapqesht edhe në Gostivar. Ishte më pak se 1/3 e qytetarëve të cilët kishin të drejtë vote. Do të thonë, nëse në një komunë nuk të votojnë 1/3, këtu ka një problem, çfarë ne duhet të diskutojmë. Tash është problemi i migrimit, është problemi i keqëqeverisjes, ishte problemi i
mos funksionalitetit të koalicionit dhe kjo është objekt të cilën ne duhet të diskutojmë. Prandaj thash unë se nuk ishte vetëm migrimi. Jo, vlen edhe për neve. Për shembull, edhe më tragjike ishte në Vrapçisht. Domethënë aty dalja ishte afër 20% dhe kjo duhet të ishte një këmban që paralel me zgjedhjet, me njëherë pas përfundimit të këtyre zgjedhjeve, ligjvënësi duhet të ketë parasysh të gjitha këto anomali dhe duhet të ndërhiqet edhe te kodi zgjedhor, po edhe te ligji për vetëqeverisje lokale që këto mos të përsëriten ose të hiqet fare cenzusi, për shkak se këtë problem ne do ta kemi edhe në 4 vitet e ardhshme, edhe në 8 vitet e ardhshme nëse nuk marrim masa të bëjmë sot. Unë mendoj se kjo thash është komban që duhet të ndërhiqet në ligje që mos të përsëritet. Shkurt për këto dy komuna, do të thotë unë mendoj se pikrisht në këto dy komuna, dy liderët e këtyre komunave, taksativisht, do me thonë, zotri Taravari para Valbon Limanit dhe Isen Shabani, besoj fuqimisht se kanë humbur lidhjen me qytetar. Mos harroni se pikrisht këtë që e tha zotri Arifi se borxhi akumuluar, do me thonë, jo harxhimet e buxhetit. Buxheti ka shku se ka shku, kjo është borxh, që do të thotë se kushdo që të vijë do të kryetari i ri do duhet merret me këtë borxh. Borxhi akumuluar, mos pasja një zgjidhje konkrete nga zoti Taravari, si dhe epshi apo ambicjet për ta menaxhu një ministri të shëndetësisë e pastaj do më jepsh pak kohë sigurisht në pjesën e fundit do të flasim edhe për krimin dhe korrupsionin. Edhe e dyta, kërcimet apo akrobacionet e zotrit Isen Shabani. Mos harroni se jo rastësisht Alianca Kombëtare për Integrim në një farforme u sankcionua, u penalizua nga qytetarët pikrisht nga këto akrobacione të liderëve, më saktësisht të vendimit të Aleancës Kombëtare për Integrim për ta marrë zotrin Taravari në mesin e tyre. Këto veprime, këta liderë nuk i kuptojnë që nuk po t'i përtyp mirë qytetari. Prandaj e them e kanë humb lidhjen me qytetarin. Sidomos votuesi Gostivarit që ka vetdijen shumë të lartë për shkak se ai votues në ditë ciklet e fundit zgjedhore ka mbështetur fuqishëm zotin Taravari dhe akrobacionet e zotit Taravari ishte penalizimi të cilin ai e mori. Ishte fatura që zoti Taravari me veprimet politike të pamatura qytetari Gostivarit ja dha në Gostivar. Dhe edhe më keq e pasoi Isen Shabani në Vrapçisht, ku aty dalja ishte edhe më e vogël, për shkak se ai, varësisht se kush ishte në pushtet, ai gjithmonë lëvizte andej ka frynera. Dhe mos habiteni se edhe tani ai besoj se është shumë i gatshëm që të vinë edhe në Vlenë vetëm e vetëm të fiton edhe një mandat. Mendoj se kjo po ha jemi gatshëm për ta pranuar. Po tash unë nuk mendoj se ne duhet ta pranojmë për shkak se ka qenë di mandate dhe ne duhet aty të gjejmë njerëz të ri që do t'i japin. Zotri Arifi se nuk është ai këtu. Nuk është ai këtu. Një emision tjetër ju bë kjo ai u tërhosh. Po, si do të ishte ai ka lëvizur në shumë parti dhe gjithmonë ka qenë aty ku ka qenë qeveria dhe lëvizjet e tij normal se qytetarët e Vrapçishtit ja dhanë përgjigjen ditën e shumë mirë që e përmendë pjekurinë politike. Jo rastësisht Fatoni po kthehen prapë te Fatoni, domethënë atë që e tha se jeni në thjerrëzën e qytetarëve, të cilët tani më nuk janë si përpara. Ku i dëgjonin liderët me sy hapur, me gojë hapur se çka po thonë. Tani kanë marrë të drejtën të vetvendosit. Dhe jo rastësisht e kemi këtë rezultat. Jo, unë pikërisht këtë çfarë thash fillim, më thënë ky rezultat besoni është përgjegjësi shumë e madhe se qytetari, nëse shumë pak do gabojmë, besoni aq shumë do penalizohemi dhe do ta marrim, do ta pasojmë edhe më keq se BDI nëse ne do sillemi sikur ato. Ne kemi shansin historik që minimumi mos t'i bëjmë gabimet të cilën i ka bërë BDI-ja. Unë uroj mos ndodhe midis nesh kjo, po megjithatë ne njerëz jemi mundim edhe të gabojmë, po për gjithë ato që gabojnë është qytetari ai me votën e vet nuk gabon dhe foli shumë qartë. Edhe me do të jetë e ardhmja politike e Vlenit, zoti Arifi, për shkak se unifikimi në një subjekt të vetëm politik ka kohë që ka filluar të përmendet, apo shkoni drejt asaj apo jo? Ne kemi dëshmuar me këto zgjedhjet Vleni është duke unifikuar. Nëse
jeni të njoftuar gjatë këtyre zgjedhjeve të fundit, Vleni ka funksionuar me një shtap, të cilin shtap e kam përbo gjitha subjektet që e përbojnë Vlenin. Po ashtu është një qendër mediale e përbashkët e Vlenit. Po ashtu është një komision kadrovik i Vlenit dhe nëse keni vërejtur në fushat, për shembull, nuk ka ndodhur që përfaqësues të Vlenit flasin në emër të partive të cilët i përkisnin dikur. Ne gjithmonë fushat jemi drejtuar aktivistit të Vlenit edhe vlenistëve dhe më mendoj se këtë ne kemi dëshmuar në këto zgjedhje dhe kjo ishte një pilot projekt ta shohim a mund bëhet Vleni bashkë. Më thënë, imagjinoni në listat për këshilltar komunal në të gjitha komunat e Maqedonisë së Veriut, ne kemi arrit kësaj radhe pa vërejtjen më të vogël. Më thënë, imagjinoni 4 parti politike që përbonin Vlenin dhe plus pjesëtar të vetëvendosit dhe televizjes së Arbëria, ne kemi akomoduar me një listë të përbashkët pa asnjë vërejtje të vogël. Dhe kjo është dëshmia se Vleni tashmë është realitet edhe është duke unifikuar. E vetmja gjë që ka mbetur, unë mendoj se do të zgjidhet ditëve të ardhshme, vetëm edhe këtë doja të shtoj, në Vlen, për momentin është edhe një kryesi e Vlenit, që të gjitha subjektet që participojnë në Vlen kanë antarët e kryesisë. Dhe është një ekip i liderëve të Vlenit që gjitha vendimet i bien me konsenzus. Dhe unë mendoj tash pas zgjedhjeve, besoj se shumë shpejt, brenda javëve, se ne nuk kemi takuar akoma të diskutojmë edhe rezultatin për shkak se procesi zgjedhor nuk ka përfunduar, mbasi të përfundojë edhe procesi zgjedhor në Gostivar, në Vrapçisht, mendoj se hapat për të bërë një lider të Vlenit, mendoj se puna më e kollajshme çfarë brenda Vlenit ne do të arrijmë, edhe si kryesi e Vlenit, edhe si lider të Vlenit. E parëndësishme është për ne si Vlen, se cili do jetë kryetari i Vlenit. Mund të jetë Arben Fetai, mund të jetë Zoti Izzet Mexhiti, mund të jetë Zekeria, mund të jetë Bilal Kasami. Më thënë, gjithsecili prej këtyre është më i mirë se tjetri dhe është problemi më i vogël që ne do të tejkalojmë, ashtu siç e kemi tejkaluar gjitha tani në këto zgjedhje që treguam një unitet të skajshëm dhe kjo është problem që nuk e preokupon. A ka ambicie brenda Vlenit për lider? Po nuk mund të them, mendoj se kjo është një temë që do ta zgjidhim brenda Vlenit dhe jam shumë i sigurt se do ta gjejmë zgjidhjen më të mirë dhe nga kjo ashtu si jemi të unifikuar, do vazhdojmë të jemi prapë të tillë. Për shkak se kjo tema mund të provoj përçarje më. Jo, në asnjë variant nuk, për shembull për mua personalisht, të gjithë liderët e Vlenit janë të pranueshëm dhe për secilin aktivist të Vlenit, cilin do ta pyetni, besoni se nuk kanë ndonjë preferencë cili do të ishte, mendoj se ne do ta zgjedhim më të mirën, pastaj ka edhe forma tjera, për shembull se si mund të bëhet edhe një formë rotacioni, të cilën është temë, të cilën ne do ta zgjidhim brenda Vlenit dhe besoj se nuk do ketë probleme të kësaj natyre. Pavarësisht se dikush mundohet të imponoj tema nga jashtë, ne e kuptojmë, është ata të cilët kanë humbur zgjedhjet, janë dëshpëruar dhe vazhdimisht. Po tema e cili do jetë lideri i Vlenit, besoni se për ne është e parëndësishme kjo se cili do të jetë i plotëson gjitha kriteret për të qenë një lider i Vlenit. Do ngele të shohim kjo për shkak se ne dim që gjithmonë lufta tek ne, tek partitë shqiptare është bërë për lider. Kemi edhe partitë të cilat janë përçarë madje edhe nga 3-4 herë edhe për pozicion. Nëse dikush do kishte ndonjë arsye, ne nuk kemi asnjë arsye për tu përçarë për këtë temë se kush do jetë, për shkak se ne jemi fitues, kemi fituar gjithandej, edhe është shumë, si të them, një temë çfarë nuk i bën as kërkuj përshtypje se cili do jetë. Duhet ta mbani si rezervë. Jo, tjetër një kahje tjetër. Më falë. Jo, vetëm ta përfundoj, Valon. Më falë, lutem. Shqiptarët, po dhe votuesit e juaj nuk po kërkojnë një lider në aspektin figurativ. Shqiptarët po kërkojnë një lider denj, të matur, të urtë, që din momente dura, kur ka nevojë shqiptarët, ti artikuloj kërkesat atje ku duhet, në qeveri, në parlament, në kuvend. Andaj ndoshta kur po e merrni shumë me thjeshtësi këtë punën e zgjedhjes së liderit, besoj se
nuk po e keni qartë se çka po pritet prej qytetarëve. Valon, unë kam shumë qartë, për shkak se unë jam vetë pjesë e kryesisë vlenit, edhe ne kur debatojmë, kur diskutojmë për çështje që i tangojmë vlenit, edhe shqiptarëve, besoni kjo temë të thash është irelevante për nuk na bën as pak përshtypje. Funksionojmë aq bukur brenda saqë u pa edhe me rezultatin. Po e kam fjalën se lufta e vërtetë është me palën tjetër. Dhe ju besoj duhet pajtoheni, pa dhe valoni dhe dërsani, se asnjëri prej këtyre liderëve nuk mundet i bëj ballë pushtetit të më ndryshe imazhet të kryeministit tanishëm. Neve na duhet një lider dhe një potencoj që din mirë të artikuloj kërkesat e shqiptarëve. Kur të ulen në tavolinë për ndarjen e kulaçit, për avancimin e të drejtave të shqiptarëve, si kategori kushtetuese, besoj se duhet kese një detyri paksa më pajtohem, për shkak se ke të drejtë në këtë çfarë thup, unë thash se ne punojmë ka drejtim dhe sigurisht se ne do të zgjedhim njëri që do ta përfaqësoj vlenin, po nuk mund ta them tash për shkak se është një proces që duhet të diskutojmë bashkë brenda vlenit, edhe sigurisht se fjalën e fundit do ta kenë liderët, po besoj se ato kanë pjekurinë më mjaftueshme për ta gjetë një zgjidhje që do jetë optimale dhe që nuk do krijojë probleme brenda. Një pyetje $1 milion. Pse duhet eksperimentuar ju si vlen që ta zgjidhni një lider brenda vetës, kur kjo formë po dele suksesshme? Si koalicion? Si koalicion, pikërisht. Shif, ne thash nuk ndoshta pozicionimi i dikujt si lider do të mund t'ja shkatron pikërisht këtë harmoni që prioriteti jon nuk është, më thënë, nuk kemi ardhur që të diskutojmë. Unë thash në këtë zgjedhje ne kishim një kryetar shtabit, të cilit i kemi qëndruar në bazë dhe i cili e ka bërë punën, domethënë shumë rregull për shkak edhe të rezultatit të cilën ne kemi marrë. Tash ashtu si kemi zgjedhur një kryetar shtabi, si kemi zgjedhur një sekretar shtabi, si kemi një kryesi, unë jam shumë i sigurt se shumë shpejt kur them brenda pasi të përfundojë procesi. Ishte e kundërt. Ti po mendovesh për vota, Valan? Po kupton? Jo vetëm për vota. Vetëm për rezultatet zgjedhore. Jo vetëm për vota. Këto kanë kur shkojnë takim tek Mickoski, mos tulen 4-5 shqiptar me një. Po, tulen 1 me 1 dhe diskutojnë. Po këto kanë edhe një harmoni, kushtimisht ta quajmë harmoni, edhe në për zgjedhjen e kuadrove për emërime. S'keni pas problem? Jo, nuk kemi pas, për shkak se ne kemi një komision kadrovik që është i vlenit dhe ai komision kadrovik dhe një kryetar e atij komisioni ka funksionuar perfekt dhe ju nuk keni dëgjuar për shembull që të kishim ne të lashë ndërmjet partnerëve të koalicionit që, më thënë, kjo punë e partnerëve të koalicionit është duke u zbehur, ne dita ditës jemi duke folur si vlen dhe unë besoj dhe uroj që kështu të ndodhë, thash nuk mund të di se mund dikush tjetër të kishte mendime ndryshe, po megjithatë personalisht unë uroj që në zgjedhjet e ardhshme kjo temë të jetë e kaluar, mos flasim më për partnerët të koalicionit, po të flasim për vlen dhe duhet të punojmë, më thënë, në këtë periudhë paralel me detyrat çfarë i kemi për të qeverisur, për të realizuar projekte të cilët jemi zotuar edhe në zgjedhjet lokale, paralel me këtë duhet punojmë që të gjejmë edhe një, si të them, një status veprimi, një rregull veprimi i vlenit ku do të funksionojmë në bazë të rregullave duke respektuar ato të cilët ne do zotohemi dhe të caktojmë vetë. Mirë, do kalojmë edhe në bllokun e fundit të paka shumë e përmendëm edhe në fillim të emisionit raportin e progresit për Maqedoninë e Veriut, por krahas ndryshimeve kushtetuese raporti i Komisionit Evropian thekson edhe ngecjen në disa fusha kyçe, siç është sundimi i së drejtës, lufta kundër krimit dhe korrupsionit. Pse qeveria nuk po jep rezultatet e duhura në këto fusha, zoti Arif? Tash do ndalem te kjo pjesa e ngecjes në sistemin gjyqësor, për shkak se ne e dim gjithë jemi dëshmitar se si janë instaluar ky pushtet gjyqësor, si është nëpërmjet tefterëve, është instaluar, kemi dëgjuar edhe këto përgjimet ilegale ku janë emëruar prokuror dhe gjyqtar dhe duheshte gati 1 vit që të lirohet një prokuror, një gjyqtar që ishte direkt i akuzuar në rastin e atij që u shpall non grata për lirimin e Mjalkovit, dini gjyqtari Bexheti, më thënë, është një proces që
në gjyqësor është shumë problem për t'i lëvizur për shkak të mekanizmat që ky pushtet mbi 20 vite ka instaluar dhe prandaj shkon edhe zgjidhja shumë e ngadalshme dhe çdo tentativë për të ndërhyrë në gjyqësor merr nota negative, siç është rasti i raportit të fundit të Bashkimit Evropian, po megjithatë kjo nuk është e re. Ky raport është edhe i vjetër, edhe në vitin e kaluar ishte thujse e njëjta. Tash kur besimi në gjyqësor nuk i kalon as 2%, është shumë normale se ky është edhe shqetësimi kryesor edhe i partnerëve tanë, konkretisht Bashkimit Evropian, po edhe duhet të ishte shqetësimi më i madh dhe i joni për shkak se ne nuk u besojmë gjykatave. Qytetari nuk u beson. Do të thënë gjitha matjet çfarë ishin edhe publike, më thonë besimi në gjyqësor ishte 2% çfarë. Nuk u beson për shkak se është ajo bindja që janë të kapur nga partitë politike, por kjo bindje mund të jetë edhe për ju, zoti Arifi, për shkak se ne kemi pasur raste kur bashkëshort të kryetarëve të komunave të VMRO të PMN-s janë zgjedhur gjykatëse e kështu me radhë. Shif, kjo është e vërtet se ka ndodhur edhe tash nuk jemi ne imun. Mund edhe të ndodh për shkak se ne dim lidhjet se si funksionojnë, po nëse duhet të përmbushim disa kritere të cilët kërkohen prej nesh, më thënë këto raste nuk duhet të përsëriten. Problemi më i madh po ashtu se gjyqësori është problemi me korrupsionin. Më thënë komplet shteti, ne e dim se çfarë për masash të korrupsionit ka patur dhe realisht me gjithat korrupsion asnjë lëndë nuk është proceduar. Ne kemi rastin e përgjimeve të ku pam korrupsion të përmasave shumë ndoja. Tash problemi është se çfarë duhet të bëjmë në këtë drejtim. Ne realisht jemi 15 muaj në qeveri edhe me takatin të cilin e kemi për këto 15 muaj kemi patur zgjedhje. Do të thënë një kohë kemi harxuar edhe derisa u mbruan, do të thënë pozicione dhe ka qenë koha shumë e pamjaftueshme për të dhënë rezultate dhe për këtë ne duhet të flasim, do të thënë mbas një periudhe 2 vjet, 3 vjet të shohim raportin e ardhshëm do ketë përmirësim apo do të përsërisim në klasë njëjtë si ka ndodhur. Mirë, po kishim disa veprime për anës qeverisë, më konkretisht ndaj kryeprokurorit, të cilët ju si koalicion qeverisë apo kryeministri më saktësisht e pezulloi një herë interpelancën ndaj tij, përderisa kështu u përçu si mesazh derisa ja kryti disa punë. Sidomos me rastin e Koçanit, ku në mënyrë taksative u atakun, kushtimisht thonë, disa persona, cilës kishin të bëjnë lidhje me atë punë, mirë po ishte pjesë e politikës. Tani jemi me një fazë tjetër, ku kryeministri e realizoi interpelancën, mirë po prokurori nuk jap dorëheqje njëjtë sikur gjykatësi Enver Bexheti. Me këso veprime, a mendoni se nga ai 2%, se gjyqësori atëherë u vlerësoi vetëm 2% për kraje popullore, a vlerësoni se rritet kjo përqindje e besojshmërisë apo akoma më shumë dëmtohet? Dhe e dyta, nëse ju kujtohet raporti i Pribes, është profesori që e kam pas doktoraturë, ai në mënyrë taksative përmend aty thotë se ligjet i keni komplet pro-evropiane. Mungos zbatimi i ligjeve. E ju si qeveri duhet ta gjeni mënyrën ose ti stimuloni ata gjykatës ose me ndonjë reformë juridike në mënyrë të qaseni në mënyrë të drejtë për drejtë, pavarësisht se do të ketoni se po i futni durt në gjyqësor, mirë po, ne e dim se nga ky gjyqësor më shumë që kanë vuajtur janë shqiptarë. Personalisht unë, si pjesëtar i shoqërisë civile atëherë, kam 20 ftesa gjyqësore, cilat shqyrëzotit i kanë mbaruar, mirë po, kjo tregon se çdo zë tjetër që ka ekzistuar i ndryshëm është ataku me njëherë ta çojmë gjykat, akuza për shpifje e për kështu. Është shumë e ndjeshme.
shumë e ndjeshme është, po për dallim për disa viteve më parë, në këto 15 muajt e fundit, ne jemi dëshmitar për shkak se nuk ka patur edhe keqpërdorime, nuk ka patur rastet montuara, motivuara politikisht, gjykime nuk kanë ndodhur, dhe kjo është një sinjal që uroj kur mos ndodhi. Keni arrestu edhe 2 veta dhe ata, do duhet t'i përmendim se janë pozitive, një drejtor të Aleancës për shqiptarit, cili është kap në flagrancë, gjithashtu edhe drejtori për IPARD-in. Po, edhe kjo. Mirë po, në sozat kësaj, nëse më lejon veç 2 minuta ta jap këtë raportin. Po, shkurt. Do me thonë, kolegë tanë, shoqërisë civile nga Qendra për Komunikim me Qytetarët kanë bërë një raport dinjitos, një studim të mirëfillt për punën e Ministrisë Shëndetësisë. Diçka që spjegon pse ndoshta zotri Taravari braktisi, siç thatë ju, komunën edhe shkoi atje. Do me thonë, atje është dhënë një rezultat që do të duhej ju si qeveri të angazhoheni dhe të shihni mirëfilli se a ka, edhe mbas këtyne po del se ka shumë veprimtari kriminale. Me qenë se unë kam qenë drejtor ekonomik në një nga klinikat atje, ku në vitin 2019 unë kam alarmu pikrisht për këto. Mirë po tani, ky borç prej atëherë, duket se tani është rritë, është bodh 10 fish, edhe klinikat që janë futur më shumë. Mirë po, ajo që është shqetësuese është se gjatë periudhës së kaluar, vetëm në vitin e kaluar, do me thonë, janë bë tender për materiale të nevojshme në Ministrinë e Shëndetësisë 315 milion euro, që i bie se është pothuajse 3 fishi i viteve tjera, që nënkupton, prej 125 milion euro të argjuara, tani është rrit kostoja. Çka është absurdi këto? Kostoja është 3 fishu, ndërkohë shërbimet shëndetësore ndaj pacientëve janë zvogluar. Po, tjetra, për cilën periudhë bëhet fjalë? Bëhet fjalë për doja të them për hir të informimit sakt. Gjitha dhënat janë, sidomos dhënat e shërbimeve janë për 3 vitet e fundit, dhënat e argjimeve janë për 10 vitet e fundit, në mënyrë që qytetarët ta shohin se përse është ky ndryshim edhe në mungesë të dhënjes së shërbimeve shëndetësore. Vetëm është mirë të theksohet se kjo periudhë nuk i përket ministrit aktual. Do të thonë duhet ta bëjmë ndarjen për shkak se pavarësisht se nuk është i lëmis mjekësore profesori i nderuar Aziri, ta vazhdoj se aty me qenë se më tha ky shumë shkurt edhe e harrova atë pjesë. Me qenë se zotri Azir Aliu është një kuadër të cilët kemi dëgjuar ne se është shumë profesionist dhe i përgatitur. Me qenë se ti e ke mik dhe vini nga e njëjta parti. Unë mendoj se këto dhëna do t'i duhen atij në mënyrë që ta bën një luftë pa kompromis të këtij korrupsioni. Pse? Se dhënat janë jashtëzakonisht skrupulloze. Tjetra, këtu është bërë studimi i harxhimit i kostove shumë mëdha, por nuk janë dhënë shkaqet. Shkaqet i di unë. Pse? Se mënyra e prokurorimit, e tenderimit në Ministrinë e Shëndetësisë është një vjedhje profesionale, që nënkupton. Nëse ty të duhet do një material prej atje, ti do fusësh materialin të cilën një firmë me të cilën personi është marrë vesh, futet aty, listohet produkti dhe vendoset një shifër të cilën nuk e ka asnjë kompani tjetër. Dhe kjo shpjegon pse nga 100 tender të ofruar, 40 janë vetëm me një ofertues. Pse? Se tjerë nuk e kanë. Që do të thotë, dhe unë pi përvojës time, si që dini, 2019 kam qu 10 raste tilla në prokurori, për të cilat akoma prokuroria nuk ka dhënë përgjigje. Që nënkupton se kjo është një mafia ndër mafiat më të suksesshme, që e ka kapur edhe prokurorinë. Mendoj se kjo do t'i shërbejë edhe ministrit Aliu. Dhe nëse ishte reaguar në kohë, në vitin 2019, ne do t'i kishim kursyer 1 miliard euro. Dhe do kishim kushte shumë më të mira në përspitale. Edhe shërbimi do t'ishte më cilësor. Faleminderit. Kishte diçka për shtuar për në fund dhe ta... Për raportin, një 2-3 fjalë shumë shkurta, teksa e lexoja raportin i pash shumë anomali, që flet gjendjen e qytetarëve në përgjithësi, po edhe shqiptarëve. 2 pika konkrete, do të kisha dashur zotit Latifit paka shumë t'ja potencoj, se shqiptarët në këtë qytet kanë pasur padrejtësi ndër vite. Edhe pse kanë qeverisur me Ministrinë e Drejtësisë, vetëm drejtësi nuk kanë pasur. Po edhe sa i përket pjesës të decentralizimit të komunave,
cila u përmend që mungon transparenca, shumë mirë që Valoni e përmendi, edhe në institucione tjera, urdhnoni, punoni në përmirësim të sistemit. Neve na duhet sa më parë vetting për të gjithë funksionarët publik, jo vetëm tanishëm, po që prej themelimit të vitit 1991 të këtij shteti e deri më sot. Ta shohim se cila palë e ka vjedhë dhe ka shpërdorur këtë shtet. Jo të vetëm ta takohet gishti se shqiptarët janë ata të cilët e kanë keq përdorur pozicionet e tyre, po të gjithë të ulin para bankës së të akuzuarve. E dyta, sa i përket pozicioneve tuaja në Ministrinë e Ekonomisë apo në tarmën pse jo me ndonjë zëvendës ministrët të financave, urdhnoni, punoni që mjetet financiare ti delegoni deri te komunat. Që qytetarët sa më parë problemet e 20 vjeçarit fundit, prej te ujë i pishëm, trotuaret, parkingjet, e gjitha problematika tjera t'ja përmirësoni jetën qytetarëve. Jo vetëm me figura që e patëm më herët pak a shumë temën, që ta vendojmë një shqiptar denj e pastaj ai të rrije komoditet në institucion. Pikërisht për shkak të këtyre shqiptarëve, ne sot vendbanimet tona nuk kanë ujë, nuk kanë kushte, nuk kanë kanalizime, të rinjtë tanë vazhdojnë të ikin jashtë, ndërkohë ka edhe shqiptarë që enden burgjeve, pafajshëm, pikërisht për shkak të këtyre proceseve, edhe pse ka pas ministër shqiptar drejtësisë, ka pas kryeministër përkohshëm shqiptar, më thonë si ishte i fundit, edhe pa drejtësi. Po pse s'po bëhet asgjë? Para ato zotja, brenda këtyre 15 muajve nuk ka asnjë rast vetëm ku është dënuar një shqiptar, po ose qoftë edhe një qytetar tjetër. Po jo me që përmendet rastet e montuara, e kam fjalën për rastet e montuara. Sigurisht janë tema shumë të ndjeshme që gjithë ne e dim, edhe Valoni, edhe ju, edhe opinioni, për shkak se janë disa raste që shqiptarët enden burgjeve pa faj. Është rasti Alfa, është rasti Monstra, ishte rasti Sokotit. Po konkrete ju si qeveri, si konkretisht si koalicion ka pas premtimin. Për këto premtimeve, për momentin ne nuk kanë ndodhur dhe nuk do ndodhin raste të tilla, për shkak se nuk është në interes të as kërkuj. Këto raste ndodhin, po nuk është në interes as të kryeministrit, as të ministrave dhe as të përfaqësuesve shqiptar. Kjo parti kur ka qenë pushtet i ka realizuar VMRO-ja këto rastet. Besoj se nuk mjafton vetëm vullneti politik i juaj ta parandalojë. Duhet krijohet sistem. Jo, pajtohem për shkak se kjo padrejtësi ashtu si në dhem ti, dhem mua, dhem gjithë shqiptarëve. Ne sot kemi prind, fëmijë, dikujt që enden pafajësisht në burgje. Është rasti i Burhamedinit të Porojit, për shembull për një rast që është akuzuar dhe është në burgim përjetshëm, ku ka dëshmi se njeriu nuk ka bërë vepër, po këto raste duhet të rishikohen. Unë mendoj se duhet të rishikohen dhe është një temë, pajtohem se nuk ka pas, po megjithatë është obligim i jonit, më thënë si pjesë e qeverisë, që dhe duhet edhe këto tema të inicojmë. Është e koha shumë e shkurtër, më thënë brenda këtyre 15 muajve kemi patur prioritete tjera, zgjedhjet, megjithse këto janë tash prioritete tjera. Ndoshta prioriteti i parë duhet të ishin këto, se është mëkat një njeri pa fajt rije në burgje. Dhe kjo nuk guxon të na ndodhë dhe duhet bëjmë çmos gjithë që këto raste të njerëz që janë të pafajshëm të lirohen, të jenë të lirë si gjithë njerëzit tjerë dhe paralel me këtë edhe të kompenzohen për dëmin, megjithse nuk ka çmim që kompenzon këtë dëm ata njerëz, familjarët e tyre që kanë përjetuar. Mirë. Atëherë, ju falenderit që ishit pjesë e emisionit tonë, ishte kënaqësi bashkëbisedojmë në këto minuta. Shikues të nderuar, ne këtu po përfundojmë me këtë Zoom. Ju falenderit edhe juve për vëmendjen. Nga unë Ersan Pajaziti, bashkë mirupafshim.